Ti beson ke gatrimi I shënjestës, apo beson po aq dhe ke alibia që është krijuar që demek është një shënjestë e gabuar. Pra, ndoshta lobet e fuqishme influencuese të personave të cilët kanë patur këtë fatkeqësi në familje, kanë bërë personet e tyre, ndërhyrjet e tyre në mënyrë që të deklarohet në publik jo, s'kemi qenë shënjestë, ka qenë gabim. Dhe në fakt kjo shkon te disa persona të tjerë, shënjestra X plus 1, që janë akoma dhe më të fuqishëm, apo s'po marrin vesh. Po flasim për një eksperiencë gati 20 vjeçare që kam qenë. Si teknik më thuhet dhe mua tani, është sektori vrasjeve. Askush nuk është marrë, patën nga eksperienca ime, nuk e di dhe nga kolegët nga studimet që kam bërë, nuk është marrë me fëmin 11 vjeç. Pra I qa ka pas, e ka pas me personin direkt. Fëmia mund tjetë, si që tha dhe profesori, mund të merret peng për me marrë pare. Po jo ta vrasësh t'i bësh fëmis 11 vjeç atentat. Pra, mekanizmi I ngjarjes duket qartë, do më thënë, tregon qartë që është gabim. Megjithatë, neve duhet një fëmijë është me të peshme akoma. Apo ata se ka ditur kush është brenda. Po pra, sepse edhe G-ja Benci G me xhamatzi. Gatres automjeti. Benci G po të keni parasysh ka edhe xhamatzi që s'duket të shoh. Të paktën 6 kanë gatruar automjeti. Po ka jo profesional ta vrasit, ka qenë vrasje me pagesë, sa duket nga tipologjia. Gjejnë na ka ndodhur nganjëherë edhe një ngjarje të tjera në Tiranë, që është ngatruar objekti. Dhe më vonë nga dëshmit, si që përmëndi dhe zotëria, ka dalë që kanë qenë në efektet e lëndëve narkotike. E në katrojnë robin. Edhe kjo ndikon nga njerë në përqëndrimin e lartë të dhënave se kush është shënjestra. Nga ana tjetër, unë e them aq informacion që kam, që makina ka qenë objekt I gabuar, lajthitje në objekt. Nuk ka qenë fare, të 4 personat, nuk po të them për të miturin, po edhe për 3 personat e tjerë, edhe për drejtuesin e automjetit, nuk kanë as rekorde kriminale, as përplasje, asgjë. Se për cilën G është ngritur ajo pusi aty, dhe është ngritur për një eksponent të një grupi kriminal, a një biznesmen me probleme që ka me grupet kriminale, këtë do të zbardh policia. Ervin, të bëj një pyetje, si mundet që të ndiqet një makinë 8 orë dhe të gabohet objektit? Po ky është, shiko, ky është një aludim dhe një supozim që është bërë. Është ndjekur një makinë apo 2 makina? Si është pyetja të lutem ta kem në kuadër që më dhe. Si? Është ndjekur një makinë apo 2 makina? Kjo është pyetja ime. Përgjigju se ke 2 pyetje vështira. Jo, unë fillova me 2 makina. Jo, përgjigju tani. Po s'ka. Jemi në një linjë me profesorin. Përgjigju pyetja sa duenës dhe pastaj çelmet. Jemi miq, Igli më kuptoi direkt se për çfarë versioni e kam unë fjalën. Në momentin që janë 2 makina. Opinioni publik, po ne ju edhe një tjetër. Po jo, po sfisi do të kodë tani. Shiko, me supozime dhe me nuk duhet edhe të spekulojmë shumë. Mund të përgjigjesh ty direkt e ka pyetja parë shumë e lartë aktualisht në plas. Ndjekje një makine, si mund të gabohet shënjesa? Unë nuk kam informacion. Nuk informacion, iku e para, s'ka përgjigje. Nuk kam informacion që është ndjekur. Nuk e di, pse marrim do të vesh astë. Më mirë të përgjigjem. E dyta, pyetja e dytë? Që? Jam shumë dakord që janë gatruar rrugës 2 ose më shumë automjete me pamje të jashtme të njëjta. Edhe një të tretë. Edhe një klasë. Edhe një Zona rezidenciale ka shumë G-klasë. Zona G-klasë. Por që për 2 klasë që kanë lëvizur në atë momente, G-klasë që kanë lëvizur në atë momente, mund të jetë ngatruar shënjestra.